në një akt antishqiptar të pa precedent që nga diktatura e Enver Hoxhës dhe në një skandal shumë të rëndë, diplomatik dhe politik, dje me urdhër të Edi Rams nuk u lejuan të hynë në teritorin e Shqipërisë në kundërshtim dhe shkelje flagrante të marrëveshjeve ndërshtetërore me Maqedoninë e Veriut dhe konventat ndërkombëtare, 3 deputet të koalicionit partive shqiptare në Maqedoninë e Veriut vlen. Kështu u blokuan dje me datën 8 korrik nga narkopolicia shqiptare në pikën kufitare të Qafthanës. Koordinatori i grupit parlamentar të koalicionit vlen deputeti Bekim Qoku dhe deputetët Adnan Azizi dhe Hasim Myrtezani. Zëvend sekretari i përgjithshëm në qeverinë e Maqedonisë së Veriut, që të 3 me pasaporta diplomatike. Ata u trajtuan dhe u ndaluan sikur të ishin terrorist, armiq të kombit shqiptar dhe jo deputet të nderuar, përfaqësues të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, vendin fqi. Duke kërkuar ndjes në emër të shqiptarëve, të gjithë shqiptarëve të Maqedonisë Veriut dhe qytetarëve të këtij vendi, koalicionit vlen dhe të gjithë deputetëve të tij, Partia Demokratike dënon me forcën më të madhe këtë akt të shëmtuar të Edi Rams dhe ministrit të tij, kukull antishqiptar të brendshëm. Ky akt dëshmon një goditje të rëndë të fqijësisë së mirë me vendin fqi dhe përbën një përpjekje vulgare për të fajsuar fqinjët dhe të tjerët për protestën rinore qytetare më të fuqishme që ka njohur vendi në 35 vitet e fundit. Me këtë akt, narkodiktatori i Tiranës po sillet në rajon në mënyrë identike me Lukashenkon e Bielorusisë dhe ish diktatorin e Venezuelës, tani në pranga Maduron. Një akt i shëmtuar e garantoj Edi Ramën se dënimi i tij është pa shpëtim, pa kthim. Le t'i mbyll kufit nga të 4 anë, por shqiptarët i kanë pre përfundimisht biletën atij. Faleminderit. Gjithashtu, duhet të dënojnë me forcën më të madhe akuzat që Edi Rama bën për ndërhyrje të vendeve tjera, veçanërisht Greqisë, Kosovës, duke krijuar kështu një klim jo miqësore me këto vende me të cilat Shqipëria ka marrëdhëniet më të mira dhe ndan shkëmbimet më intensive. Është në natyrën e njeriut të inkriminuar
në natyrën e diktatorëve, mbi shpatullat e cilëve rëndojnë krime të rënda, të fajsojnë gjithë botën dhe të mos njohin asnjë përgjegjësi për veten e tyre. Por populli i ka pre biletën. Kjo është e vërteta. Klajdi Bodri, Syri Televizion. Zoti Berisha, nga Policia e Shtetit, por dhe nga Ministria e Brendshme nuk ka asnjë reagim në lidhje me këtë ngjarje. Paktën dhe nga interesimet ka vendosur mos ketë reagim, ndoshta policia mund të ketë një reagim nga informacionet tuaja, ndoshta edhe nga komunikimet. Cili është motivi që të paktën i kanë komunikuar zyrtarëve të Vlenit në kufi? Së pari, thash dhe njëherë, akti bllokimit deputetëve të koalicionit Vlen është një akt që shkelmon marrëveshjet midis Shqipërisë dhe Maqedonisë Veriut, por dhe marrëveshjet ndërkombëtare, mbasi këta ishin me pasaporta diplomatike. Të tre. Edi Rama përpiqet pas këtij skandali të fshihet, sepse ky është një gest tjetër, një damk tjetër, që ai merr jo vetëm në rajon, por në Europë dhe në mbar botën. Ju e pat vetë në summit. E pat besoj apo jo. Aty ishte njeriu më i vetmuar, sharlatani më i damkosur, hokatari më i shpifur, që mendoj se me atletët e bardha s'po përdor shprehjet që i meriton në këtë rast, do mund të tërhiqte vëmendje dhe tërhoqi vetëm për çmim. Për çmim e pat vetë. Nuk ka një foto, nuk ka një fjalë, ka vetëm atletët e tij, për të cilat protokolli turk në darkën presidenciale i nxori kartonin e kuq. S'mund të vish. Edhe u detyrua të kthehet me sekretarin e përgjithshëm. Ky do ishte një konferencë e veçantë shtypi. Po ajo nuk ndodhi. Nuk ndodhi asgjë. Përveç se e kthyn në rresht kur humbi orientimin, gjoja humbi orientimin, që ti dukesh i këpucë të bardha, shakaxhi i pa skrupull. Po? Konsideroj një arritje të qeverisë së tij faktin që në Shqipëri sipas tij do të zhvillohet vitin e ardhshëm samiti i NATO-s, pavarësisht se sipas sekretarit të përgjithshëm nuk është vendosur ende koha kur do të zhvillohet ky samit. Nuk them se zhvillohet apo nuk zhvillohet. Nuk ndigjova një fjalë mirupafshim në Shqipëri. Në Tiranë, nuk e dëgjova. E vërteta është që në samitin më parshëm për 2027 ishte caktuar Tirana. Kjo është e njohur. Por ka mbi 2 muaj që qarkullojnë zëra të ndryshëm. Unë nuk mund të komentoj. As se zhvillohet, as se nuk zhvillohet. Në dokumentat e NATO-s, kur përfundon një samit, informohet samiti tjetër.
Dhe vendi kësaj herë nuk ndodhi. Sikundër nuk ndodhi konferenca e veçantë për shtyp, që e kishte njoftuar Rama. Rama kishte bërë gati të gjitha kamerat televizioneve të tij dhe prisin me padurim kur ai do dilte në konferencë veçantë shtypi. Nuk pa gjë. Kjo është ajo që mund të komentoj. Dhe dy fjalë për ta mbyllur, për 4 milion dollar, 4 milion euro, të marra nga fondi i emergjencës të një vendi me potenciale të mëdha zjarri, për një këngëtar, por bën në mënyrë absolute një nga aktet më të rënda, më të papërgjegjshme. Fondi rezervi Këshillit Ministrave përdoret vetëm në emergjenca kombëtare. Por Edi Rama ka shtruar fondin rezerv në llogarinë e tij personale. Me 10 dhe 11 maj të vitit 2025, ai i dha Giro d'Italia 7 milion euro para të takspaguesve shqiptar për të grabitur votat qytetarëve, për të gënjyer mashtruar qytetarët për vota. Dhe tani, në këtë moment të vështirë, të urrëties së përgjithshme popullore ndaj tij, të shpërthimit, të zemërimit të përgjithshëm kombëtar ndaj tij, të shqiptarëve kudo që ndodhen. Ai përpiqet të sfumoj sentimentet armiqësore me koncertin e një këngëtari shumë të njohur, por që ka edhe ai problematikat e tij në deklarime dhe në vlerësime. Sidoqoftë, nuk kam asgjë kundër koncertit të tij. Nuk pranoj kurrë që ai të bëhet me paratë e takspaguesve shqiptar. Ky është një akt, këtë e bën vetëm një njeri, që është i aftë për të shpëtuar lëkurën e tij të marrë çdo vendim. Ju informoj se të gjitha ministrit dhe shkollat kanë bërë listat për të dërguar punojësit dhe nxënësit në koncert mbasi biletat nuk janë shit. Pra, përveç 4 milionëve, do t'jenë dhe disa milion të tjera, se punojësit do mbahen në rroga ato bileta. Do mbahen në rroga, që do paguhen për koncertin me cilin Edi Rama beson se duke u përqafuar me Kanye West, do mund të përmirësoj imazhin e tij të stërnzir, do mund të qetësoj urrëtitjen e përgjithshme që buron nga shpirti dhe zemrat e shqiptarëve ndaj tij. Faleminderit.